Romanca mes Sarës dhe Ledrit nuk ishte menjëhershme dhe e dukshme në publik. Ajo filloi më shumë si një histori personale, e larguar nga syri i mediave roz. Ata u takuar për herë të parë jashtë vendit, rastësisht, ku Sara ishte me shoqet e saj dhe nuk e njihte reperin personalisht. Ai ishte i njohur, por Sara nuk ja njihte fytyrën, vetëm emrin. Kjo papërgjegjshmëri e përbashkët për njohjen e dikujt të famshëm ishte pikërisht ajo çfarë ndezi kuriozitet mes tyre. Më pas disa takimeve të mëtejshme dhe bisedave, lindi një lidhje e fortë mes dyshes, një lidhje që u bë serioze. Me kalimin e kohës, Sara dhe Ledri vendosën ta çonin lidhjen në një nivel më serioz, dhe jo vetëm si çift, por edhe si familje. Ata shpesh u shfaqen së bashku në publik dhe fancat panë romancën e tyre të përqendruar, jo vetëm momentet romantike, por edhe mbështetjen reciproke. Në vitin 2020, lidhja u bë e dukshme dhe më zyrtare në rrjetet sociale dhe prania e tyre në evente të përbashkëta të njohura. Hapi i tyre më i madh ishte prindërimi. Një moment historik dhe plot emocione ishte ardhja në jetë e vajzës së tyre Poem Blue. Kjo nuk ishte vetëm një fazë tjetër e lidhjes, por pikërisht një kthesë që shumë fanca e trajtuan si bekim për të madh për çiftin. Të bëhesh prind është gjithmonë një ndryshim i madh për një marrëdhënie, dhe për Sarën dhe Ledrin ishte një hap që zbuloi natyrën e mëtejshme të lidhjes së tyre si një familje e vogël. Por çfarë ndodhi mes tyre? Ndarja dhe thashethemet. Megjithatë, edhe marrëdhëniet më të forta mund të përballen me sfida. Në vitet pas ardhjes së Poem Blue, mediat filluan të raportojnë një krizë në çift, me aludime për distancë dhe mungesë kohe së bashku, për shkak të punëve të ndryshme dhe obligimeve të tyre. Përfundimisht u konfirmua se ata kishin vendosur të ndaheshin dhe duke çuar fancat në dyshime dhe debate për shkakun real. Sipas një interviste të Ledrit, ai vetë pa se distanca nëpërmjet tyre, puna e Sarës në Tiranë, turnet e tij në Kosovë dhe jashtë, ishin një arsye kryesore pse lidhja u ftoh gradualisht, duke çuar në ndarjen e tyre. Ai gjithashtu theksoi se pavarësisht ndarjes, ata mbajnë një marrëdhënie të mirë bashkëpunuese për mirëqenien e vajzës së tyre. Por çfarë ndodhi pas ndarjes? Edhe pasi u ndan rrugët romantike, Sara dhe Ledri vazhduan të kenë momente së bashku, të kapura edhe nga mediat, shpesh herë për hir të vajzës së tyre Poem Blue. Në disa raste u pan duke qeshur dhe duke shoqëruar vajzën në Tiranë, gjë që ngjallte spekulime për një mundësi rikthimi, por asnjëherë një konfirmim. Pas ndarjes secili prej tyre ndoshi rrugën e tij private. Sara u vëre se do të ishte një lidhje të re, ndërsa Ledri u përfol për interesime romantike të tjera. Megjithatë, asgjë nuk u konfirmua. Reflektim për dashurinë dhe jetën, historia e Sarës dhe Ledrit është një shembull se si dashuria mund të jetë e bukur, e vërtetë dhe e fuqishme, por gjithashtu e ndërlikuar dhe subjekt i realitetit të jetës moderne. Punë, distancë, prioritet të ndryshme. Edhe pse nuk përfunduan si një çift bashkë, ata krijuan një familje përmes vajzës së tyre dhe ruan një raport të pjekur për të ardhmen e saj.